në vitin 2020 president i Kroacisë. Edhe në një konferencë shtypi keni deklaruar që vizitën e parë do e bajnë në Kosovë. Ka qenë kjo për shkak të falënderimit të shumë ushtarëve, oficerëve shqiptar që kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në Kroaci dhe ndoshta për herë të parë po ta bën një pyetje një gazetar dhe që shumë pak dihet dhe nuk dihet fare që ishte UN-i në Kosovë, Organizata e Kombeve të Bashkuara që stopoi vizitën e juaj me ardhmë në Kosovë. Ashtu kështu apo jo? Po, unë kam dashur pikërisht ashtu si thatë edhe ju që në atë mënyrë ti falenderoj të gjithë shqiptarët që u vranë dhe që u rreshtuan në anën e Kroacisë. Unë duhet që edhe sot ta potencoj se asnjë shqiptar në Kroaci nuk kaloi në anën e armiqve tanë. Asnjë. Pra kanë shkuar ta mbrojnë Kroacinë dhe në atë luftë shumë prej tyre kanë marrë edhe grada madhore deri te gradat e generalit. Megjithatë, atëherë nuk pata mundësinë të shkoja në Kosovë, mirë po me rastin e parë, kur ishte e mundur, unë shkova. Pse Organizata e Kombeve të Bashkuara nuk e lejoi vizitën e juaj? Ishte presioni i Beogradit? Po, unë mendoj se ata konsideronin se atyre nuk do t'u konvenonte politikisht, ashtu ishte vlerësimi i tyre. Juve ju kanë thotë që s'ka siguri, apo? Unë gjithmonë kam qenë i sigurt në Kosovë. Sigurisht, po verzioni zyrtar ka qenë ky. Po, sigurisht besoj që nuk kanë dashur që të vihet në shprehje marrëdhënia ime me Kosovën dhe kosovarët, sepse gjithmonë e kam përfaqësuar mendimin se krahina është e njëjtë me Republikën dhe se ka të njëjtat të drejta sikurse edhe Republika.